Dhe ajo që rodhi në media, rodhi... Se ti thua që ka editorialitet edhe aty? Ka qëllim për të zgjedhur fragmente caktuara për... Rodhi themon, se vazhdimisht rrjedhin... Jepet ajo më shumë se... Rrjedhin gjëra që duhet të rrjedhin. Dhe duke qenë nga brenda, e di shumë mirë marrëdhënien që ata kanë. Nuk mund të funksionojë sot një organizatë kriminale e suksesshme në këtë vend pa patur një marrëveshje bashkëpunimi të qartë me pushtetin. Nuk bashkëpunojnë me opozitën, se ata duan të fitojnë, nuk fitojnë me opozitën, je humbur. Do bashkëpunosh me pushtet që ka qenë ka gjatë. Pra, është, domethënë, ne i bie të rrëzojmë Newtonin në fushën e vet. Dhe në rast se mos e humb pak thelbin e kësaj. Pra, çka ka ndodhur aty kjo gjë? Si kujdesen ata, si kujdesen për ata, gazetari, po, të prokuroria, mblidhe, shkurt, të kollonë. Pra, si kujdesin ata që në gjithë atë volumin masiv të mesazheve të Skype të qëmtojnë dhe të nxjerrin nga konteksti mesazhe kur çunat e këqij flasin mirë për këtë çunin e gjatë. Se ha biseda dikur është bërë para zgjedhjeve 2021-shit. A vati Rama në Durrës? Po, ishte i pari listës. A fitoi Rama? Ndjeshëm fare, shpartalloi opozitën. Po atëherë ata pse nxjerrti ata? Se ne i kemi ndjekur ngjarjet. Se ti mund gënjesh një që është një reporter që se ka. Se bëre shumë mirë që e bëre këtë pyetje. Po se kjo është pyetja. Pse rrjedhi gjithmonë këto? Po. E di çfarë pyetëm kam bërë më për kur më thirrën, mos gabojmë dhjetor kam qenë. Oficerët e PK-s më thanë ti ke deklaruar në media publikisht që kreu organizatës është Edi Rama. I thashun unë atë di. Apo më pyesni? Po, a më keni thirrur? Po. Unë di që është ai. Ja shpjegove ti që në bazë të legjislacionit të fuqi gazetarit çdo njeri në këtë vend ka të drejtën të thotë atë që mendon dhe nuk kam të fare. Se kontrollojnë ata lojën tani. Atëherë unë mendoj dhe që kreu është ky. Unë këtë dia. Pse? Sepse këtu ku thoni ju, mos më duhen vota. Nuk më duhet pushtet atje. Nuk më intereson se kush emërohet aty, drejtor tjetër. Kujt i duhet kjo? Aty që mban pushtetin pra. Dhe ai që mban pushtetin ka gjetur mekanizma dhe fut nga këto dhe rrjedh. Çuditërisht rrjedh. Është kërkuar dosja ku ka qenë deputeti tjetër i Durrësit, që ai ishte në listë e futur atë, që është mbur Yuri Çurbia. Ajo dosje nuk del në media. Pse nuk rrjedh? Pse s'rrjedh? Sepse po rrodhi ajo. Dalin, nuk aty suhet i gjatë, aty del me emër. Ajo dosja tjetër që themon Elbasanit, nuk rrjedh ajo. Pse s'rrjedh? Sepse nuk duan që të rrjedhi, por nxjerrin që Rumi shqetësohet se mos vjen deputet në Durrës i madhi, dhe Rumi bashkë kur vjen i madhi bën dhe gjëman aty. Dhe kthehet nga më përpara se ka një historik se është i djathtë, si bindje si familje ku dion, kthehet çuditërisht i majt dhe bëhet faktor në të majt. Si është dhe këtë nuk e shpjegojnë ata aty. I hyn kësaj gjëje e bëjnë të shërbim pushtetit për treguar që pushteti i lufton këta. S'është kështu si thoni ju. Ky po i lufton këta. Do të thonë dashur pa dashur, ne dhe të gjithë të tjerët mund të bëjmë gafa profesionale, në sensin që nganjëherë çuditemi me tipologjinë e debatit ose dalja e emre qoftë edhe nofkave, edhe ti nuk e kupton që një mendje perfide editoriale e ka reguluar gjithë ngjarjen me qëllim që të krijojnë imazhe. Po kur jemi këtu tani, do të bëj një pyetje në raport me kur themi ne pushteti, interesi pushtetit, marrëdhënia pushtetit, leja e pushtetit, bashkëpunimi i pushtetit me kriminalitetin, në çdo vend të botës është thënë njeriu që është në krye të pushtetit. Pra presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, presidenti dhe kryeministri i Francës dhe kryeministri i Shqipërisë kushdo që të jetë. Në këtë rast ai është prej 12 vjetësh zoti Rama. Në këtë sens kam një kureshtje. Sepse në fillim fare duke sikur kishte një simpatizim të madh të kryeministrit për njeriu banditesk. Pa lidhje. Pra kishte një afeksionim të fortit, të egrit, të ashprit, të njeriut agresiv, të njeriut që bën gjëra të tmerrshme që janë kundër kushtetutës në një kuptim. Pastaj u tha puna me kanabizimin, me përdorimin e parave të pista për ndërtim, marrëdhënia, takimet dhe fazë tjetër. Në këtë sekond, nëse ne do të kishim bërë një përcaktim pushtetit i gjatë apo i shkurtër, kjo nuk ka rëndësi njeriu, në çfarë situate është? Është më i dobët, e kanë kapur apo nuk e kanë kapur, mund të jetë më i fortë, mund të jetë neglizhent, mund të ketë vendosur të kthej, pra të ndryshojë, sipas analizës tënde.
Duhet bërë kjo pyetje një herë të parë? Patjetër dhe nuk ka pyetje një që s'duhet bërë. Çdo pyetje bëhet. Jo, aq më tepër kjo që bëhet në kontekst fiks në kontekstin e duhur. Miq, prej profesionit thashë nuk kam qenë asnjëherë drejtues në media. Dhe kam bërë betejë me gjithë kryeministrat, kam bërë gjyqe, kam bërë me Nanon, me Metën, me Berishën, me Ramën në së fundi. Dhe duke ndjekur dhe të gjithë narrativ që bëhet, gjithë të cilën e kam bërë disa herë dhe kam shpjeguar se si Rama është ku është. Dhe kam pasur mundësinë dhe fatin që ta shoh kur ishte në opozitë duke ndenjur në këto qarqe. Me këta që u rritën mbrapa dhe unë filloja të gjeja Kolumbi, Ekuador, Bolivi, këto vende të çuditshme. Se i kam parë aty. I kam parë rrotullti. Pra i erdhi bashkë me ta. Duke bërë një marrëveshje, të cilën ne nuk e kuptonim në moment. Nuk e kuptonim. Bo harronim gjë tjetër, që ky njeriu ka qenë shumë gjatë drejtues i Bashkisë Tiranës. Është një pol shumë i rëndësishëm. Fuqie në këtë vend. Se njoja është e hershme, nuk është sot. Dhe më mbrapa, në momentin e përdori dhe këta lancë, vetëm që të vinte në pushtet, dhe më se edhe në pushtet, bëri atë që bëri. Do të bëj vetëm 2-3 minuta i shpjegim fare thjesht. Shikoni veprimet e para që bën në 2013. U bë operacioni marrëzia e fundit, që në fakt ishte, jo u quajt fundi marrëzisë. Në të vërtetë ajo ishte marrëzia e fundit. U morë në kontroll biznesi i lorave të fatit. Është një nga bizneset numër 1 që mafia në gjithë botën e ka në kontrollin e vet. Plerat dhe kazinot. Gjëja e parë goditje ty. Pastaj mbas asaj bëri operacionin e dytë. Operacioni i famshëm i qershorit Lazarat 2014. U mbajt në rrëfim atje. Ne pam betejë, pam dhe arsenalin atyre brenda të armatimit, pam dhe arsenalin e shtetit. Dhe pam se çfarë ndodhi. Të krijua një dalje, u larguan kokat e atij biznesi që atje, ne pam që kapën 100 ton kanabiset e brenda, 3 laborator të përpunimit të vajt dhe të çokoladës prej kanabisit, 1 laboratori i heroinës, 1 laboratori i kokainës. Ne pam aty shtetas të huaj që kishin qëndruar. Pra, pam një zonë tampon që kishin krijuar të dhe na u referua që u shpërbë kjo. Dhe ka qenë presidenti i Shtetit Bashkuar që ka pritur autoritetet tona në atë kohë. Ka që ja bëri. Pra, që aty u pa që ai po synonte të merrte nën kontroll të gjë që kishin pasur të tjerë. Dhe që ndodhi? Mbaj mend 2015-2016. Kanabisimi i Shqipërisë. Mu shkoj këtu mbrapa, kush kam folur? Nuk flis askush dhe ca më tepër trupi diplomatik, se kam qenë atë vit në 5 ambasada me tabelë që shpjegoja si është bërë. Dhe si është situata. Prandaj u tha që ka patur licencë. Dhe patjetër. Prandaj u tha që ka patur licencë. Ishte në atë kohë unë vazhdimisht formuloj një tezë se thosha se akuzoj ministri Brendshëm. Unë thosha keni gabim, nuk është ministri Brendshëm, ky është pjesë e ingranazhit, është kryeministri, nuk e bën dot ministri Brendshëm të punë. Ta shpërndajnë atë farfenë gjithë territorin. Pra praktikisht shpërndau kancerin. Çfarë ndodhi? Njeriu që e monitoronte, General Lisi, i Guardiat i Financës. Pra, generali madh tha që nuk kalojnë këte, është qetësi e plot. Jo, ati i dhan gjetën një formë përmjet një fondacioni 30 hektar. Dhe ai mbylli syt. Po në madhe, s'do bëjnë këta, do bëjnë Maroku. Dhe u kalua i mal. Po kush ishte përfaqësuesi general Lisi tu? Sekretari i përgjithshëm i kryeministrit. Shisat afërt ai ishin lidhje. Po ku u mor ky troll? S'u mor diku. Dhe ai që ju mor trolli, e shiti jo, e ofroi falas. Pse ofroi falas? Se kishte një gjë tjetër më të madhe në kohë, të cilën do ta realizonte më vonë. Dhe që në fillesa ne patjetër, ne pam se si po funksiononte. Dhe pastaj kush na erdhi? Na erdhi 2017. Pra 2017 çuam atje në Satër Kok Turku, ministrin e Brendshëm, ja faturuam atij kanabisin dhe vazhduam tek kokaina u hapëm në kontinent dhe pastaj në kontinente të tjera. Dhe pastaj erdhi 2021. Si erdhi 2021? Si u fitua 2021? 2021 u fitua, sot ta kanë nxjerr gjithanë në dosjet e spakut e gjën, po s'ka hetim që organizata më të mëdha të këtij vendi apo grupet e strukturuara të këtij vendi kanë qenë të përfshira në zgjedhjet parlamentare. Dhe janë afshiqare, janë aty.
Dhe flasim me një që pikërisht, se ajo që lexove ti është nxjerrë në atë periudhë. Se Sky ka qenë vetëm korrekt 2019, mars 2021, kaq flet Sky. Dhe hetimet që bëjmë ne sot janë hetime historike. Nga 2021 deri sot, disa programe kanë kaluar. Po s'flet njëri për të fare, zero. Nga ngel aty dhe kush është kapa aty dhe aty i bjen. Pra, ajo është një fasadë e madhe. Dhe ç'a ndodhi? Pra, 2021 u mor jo më me hashashin, u mor me kokainë. Dhe kokaina, një ton hashash duket shumë se është i madh, se për shkak të vetë bimës, po një ton kokainë ti e maskon mirë, por fitimi një toni kokaine është i jashtëzakonshëm, ti nuk fiton vetëm palë zgjedhje, mund të fitosh 2-3 palë zgjedhje më atë. Dhe ky është dallimi. Dhe ç'a ndodhi mbrapa? Ne pam se si u ndan koncesionet, se si u dhan statusi investitorëve strategjik.